ishte ajo qenje ku u manifestua emri Allahu Gjelle Gjelalu At-Tawwab, pendim pranuesi, El-Ghaffar, a i cili i fal gjunahet. Pra Allahu Gjelle Gjelalu nuk e kryoj Ademin dhe bite Ademit pos se tek melaqet nuk shfaqej kjo cilësi, nga se nuk ishte gjunahi. E te biri Ademit dhe te Ademi ishte gjunahi, andaj u shfaq makfireti Allahu Gjelle Gjelalu, u shfaq emri Allahu Gjelle Gjelalu El-Afu, a i cili e shlyn gjunahin masi të shba, a i cili, tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, a i cili gëzohet me pendimin e robit, qysh gëzohet me istighfarin e robit. Kjo është cilësia Allahu Gjelle Gjelalu, që kur kthehet të robit e Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu te bareke ve teala e pranon. Jo pranim të cilit dolloj, po pranim me gëzim. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e ka nxjerrë Imam Buhariu, çfarë tha? Fal Allahu ashaddu faraha, Allahu gëzohet ma shumë. Dhe vini re, gëzohet. A e diti kur i gëzushëm çka ban? A e diti kur i gëzushëm çka ban? Shembulli i Allahut është më i lartë. Kur o njeri gëzushëm jep, e kur o i dhnushëm ndonon. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu gëzohet ma shumë me pendimin e njanit pi juve, me kthimin e njanit pi juve ka Allahu, me kërkimin e faljes njanit pi juve ka Allahu, drejtuar Allahut, ma shumë se kush? Ma shumë se një njeri cili ka met mit diskretine. E kush ka met nu dhe e di sa keqo? Kush ka met nu dhe e di? Me gjithë se me met nu dhe në zamanin ton, nuk o si me met nu dhe në atë zaman. Se sot ki telefon, sot është ka qytete, e thirë dikan, kalon dikush, të merë me veti. Por prapo është ciklet. Tha alayhi salatu wassalam, si një njeri cili ka men shkretin, i ka pas ujin edhe bukën ndeve, i ka hup devja, ka ra me pushu, ka ik devja, e lip s'munët me e gjithë, mit diskretine, fillon mu tha, deri sa shtrinjet për me dek. Shka të moje, njeri gjallë nuk ka shtrinjet për me dek, dhe qotë prej gjumit, e gjenë devja i ka këthije, ujin ta, bukan ta. Pikzimit të madh, kur e she ujin, edhe e she bukën e vet, i rrotullohet gjua. Çka thot? O Allah, ti e robi jem, unë jam zoti jot. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, min shiddetil farah, pikzimit të madh ju ka rrotullu, i ka ndru venët. Dhe njëri e ke pa kur ka gëzim s'di çka fol, i rrotullohen fjalët, se ka gëzim të madh, mua ti edhe e kap shejtani. Çka tha pejgamberi sallam? A pe dini ç'ket njeri? A e kuptut kush është ky njeri? A e kuptut sa gëzohet, që arsyetohet edhe që kjo fjala e madhe që e ka thonë? Para mëno me thonë njeri me vetë dije, o Allah, unë jam zoti jot, ti e robi jem. A ka ma të keq se që kaç? Shka ma keq se që kaç? Mi thonë ti zotit, unë jam zotit, ti e robi. Hasha wa kella. Por ki pikzimit u humbë. Tha pejgamberi sallam, kur njani pi juve kthehet Allahit, i lip fali Allahut, Allahu ma shumë gëzohet se që ki. E na, me qka mujna me gëzu zotin ton të bareke ve teala? Me një istighfar. O zot falem, o Allah falem. Kjo është kitë na qka kena në dunjat të ndëruar që marli. Na nuk falmi pos mi lip Allahit istighfar. Na nuk agjerojna pos mi thanë Allahut na falë o Allah. Na nuk bajna zeqatin kër e japna pos me na falë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj Allahu Gjelle kër e përmeni zeqatin në surën e A'raf, qka tha? Wa rahmeti wasi'at kulle shej. Rahmeti jeme ka kaplu qdo sen. E në akhirat kush e meriton o Zot rahmetin tan? Tha fese e këtubuha lilledhine ju'tune zekate. Do t'ja u baj të shkruar rahmetin tem ata qka e japin zeqatin. Pse e jap zeqatin? Me fitu rahmetin, me fitu sadakajem, pse e jap? Me fitu rahmetin, me ta falë Allah i gjunajn.
Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, sadakaja e shuan, e fik hidhnimin e Zotit. Ti kur hidhnohesh, ti si njeri kur hidhnohesh, si cili e din se e kini diçka që ka pajtohesh, du të më ka një njeri i madh të ti, që ti masi ti e hidhnu shumë, me të ardha i me thonë leje, edhe ti qetësohesh. Apo Allahu xhelel xhelaluhu ne ka caktu neve vetë, ne i ka kallëzue pi rahmetit vetë. Ka thonë bane që ta largohet i dhimi jam mbi tyje. Ka thonë alayhi salatu wassalam, kur jep njeri sadaka me gjunat çka e ka idhnu Zotin e fik. E fik sikur kur e ke kallë zarmin çash i qetuj. Çish i qetuj me sadaka. E çka kanë këtë vepra, çka synojnë? Me të falë Allah, me të falë Allah, me t'i falë gjunat. Nëse Allahu t'i falë gjunat, s'ka kur gjanë që ka mundësi me të gjithë e keqe. Dhe falja e gjunave o shumë e nënësishme, se pa ta së në hina në xhenet. Istighfari shkon deri në atë nivel të rëndësijës, sa që nëse na nuk i pagujna gjunat me istighfar këtë dunja, du të mi pagujt me xhenem. Dyja. Andaj që ka tha Allahu gjelën në Kur'an, në surën e Al-Fat, wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim. Pa o Muhammed, sa t'jeshti ati na nuk i dënojna. Sa t'jeshti ati na nuk i dënojna. Kur dhe së shti qka me bo. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Tha ata e kanë edhe një mundësi tjetër, nëse e dojnë, masit dhe së shti. Tha nëse i rrini istighfarit pa u da, si dënoj. Qka të kushton me boj istighfar, që shta Hasan al-Basriju? Tha o ju njerëz, bani një istighfar në shpite juve, bani istighfar kur dilni pi shtëpie, bani istighfar kur dilni në pazar, bani istighfar kur t'i shtoni sofrat, bani istighfar, lipni Allahit falje, se shumë gjuna e kena. Shumë gjuna e në kanë rrëdhu gjunat, në u kanë bërë litari joni, që shta Muhammed a.s. Se gjunat banë litari hekurit, edhe nuk e lojnë robin me lëviz. E istighfari është ajo vepër që e ban njeriun me e morë vullën e Rabbul Aleminit për me hinë xhenet. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, në xhenet nuk i pos shpirti i pastër. Deri sa tha alayhi salatu wassalam, do të falen disa njerëz, do të hinë xhenet disa njerëz pa llogari. Do njerëz do të shkojnë me kalu siratin si vetëtima, si drita. Pastaj disa me deve, me kuaj, dikush zhak, e zvar, e dikush bjen xhenem. Pastaj ata që ka bin xhenem, disa pështojnë me shefat. I nxjerë Allahu do me rahmet, me shefat, me do me melache, do i nxjerë me pengamber, shefatin e pengamberit. Disa i nxjerë me shefatin e evlat vet, disa i nxjerë me shefatin e shahidave. E kështu me radhë. Mirë po, pak para se me hije në xhennet, tha alayhi salatu wassalam, edhe një llogari është. I thojnë qantara. Është edhe një urë e vogël do të me kalue. Cila është ajo? Hadallok në mes muslimanëve, në mes veti që janë cakru diçka. I pastron Allahu gjelola komplet, që t'ju thojnë me laqët, hinin xhenet, ti butum, jeni më të mirë që keni ekzistue, andaj selamun aleikum, selami qof për juve. Ti butum, ju jeni ka njerëzit mirë. Me çka jeni bën njerëzit mirë? Ka ndonë dietarët me istighfar. Me istighfar që njeri përlihet me gjunahe. Me çka e pastron veten? Me istighfar. A dhe njeri për dietarëve të mëdhej të muslimanëve, Ibn Jauzi, erdhi njeri dhe o hoq, a të baj ma shumë istighfar, a të spi. Pra a tham estakfirullah, a tham subhanallah, cënën ma shumë të tham. Apo, që i tha Ibn Jauzi, rahmetullahi alej? Tha, kur të përlijën teshat, edhe të banë me zift, qka i banë të tha? A ju qëtë parfem, a i lanë njëherë? Tha i laj, kur ja qëtë tha parfemin, kur t'janë tha të pastër ta, tha atëre këshire vete, nëse ki mu la, ban istighfar. E si t'jesh për parfem, që ti parfem. E shumë prej djetarëve çfarë thanë, miro mi kombinu të dijat, her me u la, her me nëzirë parfem. Pse? Sepse na kur s'kena mundësi mu la komplet. Mirë po duhet me edit njëri gjendjen e vetë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ai ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Huraira radhiyallahu anhu, çka tha? Tha Allahu te bareke ve teala, "Adhnaba 'abdi dhanba." Ni robi jam e bani një gjuna. Ni robi jam
e ban një gjuna dhe tha: o Allah, falma. O Allah, faghfirli. O Allah, falma. Çka i thot Allahu kur thush ti o Allah, falma? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur robi thot o Allah, falma, Allahu i thot: Ali me abdi, e di ka robi jem. Shiko, kjo shumë e rëndësi. E di ka robi jem se e ka një Zot i cili e fal gjunajin edhe ndoshkon për gjunajin. Ja fala robit tem. Ja fala robit tem. A e ban për zdyti, e ban për streti, e për skatërti. Tha Allahu gjele gjelalu: fel jef'al abdi ma jesha. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i thot Allahu: le të baje ki rob jam çka doje. Kanë thonë komentatorët, çka i bje le të baje çka doje, derisa ki ban gjuna, edhe min njerë mas gjuna të do, Allah falem. Ja Rab falem. E fal namazin, e bje sejsh dhe balin e vet, e bje ruku. Gjunat çka i ka Allahu ja fal, sa e ka kriju për me fal. Pra çka tha Allahu gjelluala, derisa rob jam lip istighfar, le të baje çka doje. Se s'ka mundësi me ki me ban qatë gjunaje që me i rezistu rahmetit tem. Ketë qka është i duhet njeri ju me ban i istighfar. Lipi Allahu gjelluala falje, si kur që i tha Nuhi alayhi salatu wassalam, kur u ankuan populli i vet se na ka kap thatësia e po na kapin të këqijat, çka i tha Nuhi alayhi salatu wassalam? Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ju thash popullit tem, bani istighfar Allahut, kërkoni falje për Allahu xhelalu, Allahu ja u fal gjunaat juve.